Ministria e Drejtësisë ka gati një projekt ligj të ri për vlerësimin e gjyqtarëve në Shqipëri, me qëllim që ky proces mos të jetë vetëm kompetencë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Kjo është bërë e ditur nga vetë Ministri i Drejtësisë Nasip Naço gjatë analizës së gjykatës së Tiranës për vitin që lan pas. Përveç kësaj, numri 1 i drejtësisë ka kërkuar nga gjyqtarët e Tiranës përfundimin e afat të proceseve gjyqësore. Për këtë ne kemi përgatitur dhe shumë shpejt do e vëmë në dispozicion dhe projekt ligjin për një sistem vetë vlerësimi të gjyqtarëve, për ecurinë e karrierës, dhe karriera juaj mos mbahet pengë disa individëve, po ju të merrni shpërblimin e merituar për shkak të integritetit tuaj profesional. I pranishëm në analizën e gjykatës së kryeqytetit ishte dhe zëvendës kryetari i KLD-s, Elvis Cefa, i cili e vuri theksin tek transparenca. Problemi është që ende në gjithë e dim publiku vijon të mos ketë besimin që duhet të ketë tek drejtësia. Dhe kjo është një çështje që duhet të ndalojmë gjithë të reflektojmë pak. Ajo që duhet të gjithë kemi parasysh është fakti që jemi përballë një publiku që ka nevojë ndoshta për më tepër transparencë. Kryetari i gjykatës së Tiranës, Fatri Islamaj, përsëriti edhe një herë mungesën e ambienteve dhe personelit. Pjesa më e madhe e gjyqeve në mënyrë të veçantë tek dhomat civile vazhdojnë të bëhen zyra për shkak të mungesës së sallave. Për vitin që lan pas në gjykatën e Tiranës janë regjistruar 36.800 çështje, ku janë përfunduar 28.436 dhe mbartur për këtë vit 8.364. Të gjitha këto çështje janë gjykuar nga 70 gjyqtarë që janë në dispozicion të 2 dhomave, asaj penale dhe civile.